Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahi kabul na I bof namazin e sabahit. Diçka shumë shkurt nga përvoja e djetarit të madh Imam Gazalio. Një ditë një njeri po e pyet Gazalion se çfarë do ta këshillonte që të jetë I suksesshëm në punët e kësaj bote. Gazalio I përgjigjet shumë thjesht: largohu prej menjemallësisë e mos u bë menjemadh. Në rregull, e çfarë të bëj që të jam I suksesshëm në punët e ahiretit? Gazalio sërish I thot: mos u bë menjemadh. Në rregull hoxh, dy herë mu përgjigje me të njëjtën fjalë. Çfarë të bëj atëherë që të jam I suksesshëm edhe në punët e dynjas, edhe në punët e ahiretit? Gazalio për të tretën herë I thot: largohu prej menjemallësisë e mos u bë menjemadh. Miq e dashamir kudo që jeni, menjemallësia është pengesa kryesore dhe më e madhe para çdo pune të hajrit. Allahu, si I gjithmëshirshëm që është, e forcon atë I cili është modest dhe modestin e ka përparim të jetës së tij. Selamu alaikum.